Së shpejti pritet të ketë ndryshime serioze në kontratat e qytetarëve me kompanitë celulare. Kështu është shprehur në Komisionin Parlamentar për Ekonominë, Punësimin dhe Financat, kryetari i Autoritetit të Konkurrencës Denar Biba, teksa pyetur gjithashtu mbi një marrëveshje të mundshme midis kompanive celulare mbi indeksimin e çmimeve sipas presioneve inflacioniste. Biba theksoi se indeksimi është i parashikuar në kontratat paraprake që kanë nënshkruar qytetarët. Në dijenin time, vetëm njëra prej kompanive e ka detyruar këtë gjë, vetëm Uani, jo Vodafone. Në kontratat përkatëse që qytetarët kanë nënshkruar, ndërta edhe me siguri dhe ne këtu që jemi klient të Uanit, në kontratën përkatëse që ne kemi firmosur, unë familjar tanë që janë klient të kompanisë Uan, parashikohet qartësisht pa qka se me ato gërmat e vogla në 3-4 faqe që asnjë prej nesh nuk i lexon, mirë ose keq, që kompania ka të drejtën të indeksojë çmimet në rastin e rritjes presioneve inflacioniste në treg. Duke qenë se Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare është autoriteti rregullator i tregut të telefonisë që miraton kontratat dhe Autoriteti i Konkurrencës vetëm kontrollor, pritet të ketë përplasje administrative përsa i përket ndryshimeve që parashikohen të bëhen. Me vendimin e radhës të ardhshëm që ne do të marrim, ka për të pasur ndryshime serioze në kontratat përkatëse që këto kompani do të ju paraqesin konsumatorëve shqiptar. Ne do të sugjerojmë, ne do të kërkojmë me pasojë edhe gjobën, hipotetikisht, uroj që jo, që disa nga këto formulat në kontratat aktuale të Uanit apo të Vodafonit për këtë çështje apo për çështje të tjera të riformulohen nga kompania. Por keni parasysh që ato kontrata janë të miratuara nga rregullatori sektorial. Dhe këtu ndodhemi dhe në një përplasje të karakterit administrativ. Autoriteti i Konkurrencës ka hapur prej kohësh një hetim paraprak në tregun me pakicë të shërbimeve celulare, teksa i ka bërë thirrje edhe qytetarëve që të ndajnë ankesat, problematikat apo shqetësimet e tyre lidhur me këtë treg.